Blero duket se nuk do të heq dorë kurrë nga kërkimi i lumturisë, deri në momenti që do ta gjejë atë. Kjo u bë shumë e dukshme nga martesa e tij e fundit, ku ai u shpreh se ndihet mashkulli më i lumtur në botë. Edhe pse ka rreth 20 vite diferencë me gruan e tretë, këngëtari tha se mosha nuk është as pak problem, për sa kohë që dashuria e tyre është e fortë. Megjithatë, duket se Blero është mjeshtër kur bëhet fjalë për të ruajtur ekuilibrin mes gruas dhe ish-gruas së tij. Pas martesës së tij të tretë, ish-bashkëshortja Teuta Krasniqi ka thënë se kur ajo është martuar me Bleron, nuk është martuar për të ndarë, por shpesh jeta paraqet vështirësi dhe nuk shkon në mënyrën që ti ke menduar. Edhe pse nuk donim, ndarja erdhi, por unë dua të them që edhe pas ndarjes ne kemi patur një komunikim të mirë me Bleron për shkak të vajzës. Ajo është gjëja më e vlefshme që ne kemi. Por ish-gruaja Bleros ka çuditur jo pak kur ka folur për martesën e tij të fundit. Ajo shprehur se kur u martua Blero, unë e kam uruar atë. Gjithashtu i kam çuar mesazh dhe gruas së tij për ta uruar, duke i thënë se i uroja me zemër jetë të lumtur dhe që të kenë trashëgimtar. Edhe pse e di që pak nga ato që më dëgjojnë do më kuptojnë, unë dua të them se kam dëshirë me gjithë zemër që babai i vajzës time të jetë i lumtur, së bashku me bashkëshorten e tij të re. Gruaja e këngëtarit ka mbetur e befasuar dhe shumë e prekur nga urimi i ndjerë dhe me gjithë zemër që ka marrë nga Teuta Krasniqi, ish bashkëshortja e këngëtarit.